Gjergj Luca, këshilltar ekonomik i Edi Ramës, i njohur nga shërbimet e huaja si Gjergji i Peshkut që peshkon në oqeanin e narkotrafikut të drogës në thellësitë e karteleve, mësohet se është afër arrestimit. Lucës, si fillimi ka ngelur anija në Lucë të Edi Ramës, janë këto pamje dramatike dhe grafika agresive që mbushin eterin, dhe ty që ke detyrim të lexosh me zë Biblën plot hieroglif të kryemafiozit fshatit. Të vjen keq që Gjergji, kudo gjendur deri sot, është prerë në bes nga miku më i afërt. Edi Rama ka dy sjellje me spakun, një që e urdhëron dhe një tjetër që shtiret sikur nuk e ka dhënë ai urdhrin. Edhe drejtësia ka dy shpejtësi, një për hajdutët e kriminalët e zakonshëm dhe një për miqtë e kryeministrit. Ata të fundit e hanë më keq. Asnjëri prej tyre nuk ka shanse të fshet ca miliona dollar për ditë të këqija, apo të zbres shkallët e akuzës poshtë 25 viteve burg që të shpresoj për ndonjë ditë në liri. Po si dhe kur do të arrestohet dhe sekuestrohet Gjergj Luca? Gjergji flet thjesht me njerëzit e thjesht, bën biznes me politikën dhe pronat publike, përdor mirë platformën Sky ECC, gjuan peshk si më i miri peshkatar, por që t'i bëjnë ndokush akuza si trafikant ndërkombëtar i drogës në Afganistan, Holland, Azi, Europë apo Amerikën Latine larg qoftë, se ai është aq i fuqishëm sa i zhduk dyshuesit. Edhe FBI dhe shërbimet e huaja po luajnë me dy porta. Në portën e spakut gjuajnë nga mesi i fushës, në portën e kryeministrit nga pika 11 metrëshit. Tu Edi Rama është zë ngushtë pasi ka ngrënë ca gola nga McGonigal dhe ca ministra e investitor strategjik, sa detyrohet të ngarkojë personin më të famshëm anonim Nesti Angonin. Jangop edhe Gjergjit Peshkut. Ky Nesti po është trim pasi nuk do e njoh kurrë asnjëri. Angoni, agenti FBI-s së fshatit ton, mik me Nocrokun, i bën akuzat në emër të Amerikës këtë herë. Në dosjen me numër protokolli 411, Nesti Angoni betohet se ka ndjekur drogën në disa shtete dhe parat, kurse në episodet e tjera ka çuditëra të tjera. Për Dine Iman, Nesti ka nuhatje prej agenti amerikan, pra me besim shkruhet me detaje për zaptim pronash publike, herë me vendimet Këshillit të Ministrave, herë me forcën e bandave private, gjithandej nëpër Bregdet dhe lagunat më të lakmueshme të Shqipërisë, për krime që dëmtojnë interesat e shumë shteteve, edhe të SBA-ve, por edhe kërcënim me jetë të disa punonjësve të policisë dhe gazetarëve që guxojnë të shpërndajnë lajme kundër mafjes globale me qendër në Tiranë. Nesti Angoni pa frikë ka shkëputur një pasazh nga kërcënimi i Gjergjit Peshkut për policinë e Lezhës. Ngrihuni në këmbë, shteti jam unë, jo ju, kini kujdes se ju heq kapelen dhe ju jap hakun, ju e dini kush jam unë. Dosja me numër protokolli A, fraksion 161, e qëndisur nga Nesti Angoni është gati dhe Babloku thjesht e ka lexuar, por ditët në vazhdim do shohim se ai nuk dëgjoi dhe nuk e ka besuar se miku i tij ka ngrënë peshk fshehur Azi. Gjithsesi ne jemi me Gjergjin para se të jemi me Nestin e Bablokut. Tek e fundit një fund kaq të zi askujt nuk do ja uronim. Përdorimi nga pushteti, pastaj hedhja si leck në një qeli burgu, qofte edhe i mëkatarëve, nuk është as burrëri as drejtësi. Drejt për drejt, Babloku nuk i mban përgjat miqt dhe asnjëri nga të tij nuk ka pasur deri sot fund të mirë.